Para përmbylljes së emisionit, lexojmë dhe pyetjen e fundit. Një teleshikues na përshëndet dhe saktësisht është kushtrimi. Desha t'ju pyes, thotë se një natë nuk kam arritur të flej gjatë një kohë, pasi që me shfaqej diçka si i mbyllja syt, më thonte: "Ju lutem mos flini, pasi e gjeli ka për të marrë shpirtin." Edhe atë natë thot nuk kam mundur të flej, veç se jam ngritur nga shtrate dhe jam pastruar e i kam fal 2 rekate namaz. Çfarë do të më këshillonit në situata të këtilla, pasi unë nuk jam namazli i rregullt? Së pari, do ta këshilloj që të fal namazin rregullisht. Ndoshta problemet e tilla vijnë për shkak se ky njeri nuk është i rregullt në faljen e namazit. Namazi është shtylla e dytë e fesë islame, është një detyrë që Allahu i Lartësuar na e ka obliguar, ndërkohë që Muhamedi alayhi salatu wassalam u ngjitet në qiell, mbi qiellin e 7. Atij Allahu i Lartësuar i bëri detyrë atij 5 namazet, që tregon se namazi është vërtet një detyrë madhore. Dallimi mes nesh dhe mes jo muslimanëve, thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, është namazi. Namazi është qetësi për njeriu. Ky njeri vuan nga shqetësima. Atëherë nëse dëshiron të qetësohet, duhet të fal namazin rregullisht. Është lidhje me Allahun e Lartësuar. Ai që qetëson robën është vetë Allahu i Lartësuar. Muhamedi alayhi salatu wassalam i thoshte Bilalit: "Rihna biha ya Bilal", na rehaton me anë të namazit o Bilal. Në një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Wuju'ilat qurratu 'ayni fi s-salah", qetësinë e zemrës dhe kënaqësinë e syrit unë e ndjej në namaz. Nëse do të jetë i rregullt në namaz, do të këndoj Kur'an, do të lexoj Kur'an, do të bëj dhikrin mëngjesit dhe mbrëmjes, duke marr ose duke lexuar nga libri Mburoja e muslimanit, unë shpresoj që të qetësohet nga problemet e